Zonja dhe zotërim, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë hapësirë MCN Ekonomi. Ditën e sotme do të flasim sa i përket telefonive celular, por gjithashtu edhe materialeve që kemi transmetuar në edicionet e MCN sa i përket ankesave të qytetarëve për çmimet e paketave të ndryshme. Ka pasur shqetësime pranë MCN-s nga qytetarë të ndryshëm, pasi tashmë kemi 2 operatorë dhe kemi rritje të paketave për qytetarët. Do flasim mbi këtë temë me zotin Hysen Stafa nga Zyra e Mbrojtjes së Konsumatorit. Kënaqësi që ju kam studio. Përshëndetje. Gjithashtu kam në lidhje ekspertin e IT-s, zotin Besmir Semanaj. Zoti Semanaj, ju përshëndes. Përshëndetje. Dhe ekonomistin Gjergj Buxhuku. Buxhuku, ju përshëndes. Zoti Stafa, po e nisim së bashku. Si që thash edhe më herët, kemi transmetuar materiale të ndryshme të qytetarëve të shqetësuar sa i përket rritjes së çmimeve të paketave. Ka pasur shqetësime pranë Zyrës së Konsumatorit se kemi 2 operatorë në treg dhe kanë filluar të rriten çmimet? Po natyrisht që ka pas ankesa të vazhdueshme nga konsumatorët, jo vetëm sot që janë 2 kompani që është vendosur një kuptim në saj një monopol i tregut në fushën e telefonisë celulare. Po atëherë edhe kur ishin 4 kompani, që ishte AMC-ja, Vodafone, Eagle dhe Plusi. Edhe në atë kohë ne kemi pasur të secila nga këto kompani kishte ato probleme dhe konsumatori natyrisht që kishte ankesat e veta. Dhe sa po të vim sot tashmë fjalë kuptohet që është një ankesa të vazhdueshme. Pjesa më e madhe në pjesën vrej lindore akoma ka zona ku ka mungesë të valve që hyn në cilësinë e shërbimit, një shërbim që nuk i ofrohet dhe konsumatorit 24 orë në ato zona ku e ndodhet, pra nuk mbulohet me valë tërësisht territori. Dhe pjesa tjetër është mashtrimi i vjedhja tek nëpërmjet çmimit, nëpërmjet paketeve të ndryshme të telefonisë celulare. Unë do nisem thjesht në një nga këto, sepse kam dhe një objekt, kam dhe këtu me vete, kam dhe dokumenti përkatës. Nëse do marrësh një numër tek njëra nga kompanitë dhe të kalosh po të kalosh në Koplik, në zonë aty ku, në zonë kufitare me Malin e Zi, ose në zonën tjetër me Maqedoninë e Veriut, në Greqinë, apo aq më tepër dhe me Italinë, të shohësh sa po të futen frekuencat e këtyre vendeve, nëse dikush të merr nga Shqipëria për të biseduar me të njëjtin numër, pra do paguajë si personi i cili në Shqipëri këtu që e ka paguar dhe ka të rimbushur telefonin me minutat kombëtare, me minutat dhe ndërkombëtare, ashtu sigurisht se duhet paguajë edhe tjetër që është pritës i telefonatës me një çmim marramendës. Unë do nisem thjesht, pra kam dokumentat i qartë. I kam këtu me vete dhe ndoshta dhe mund t'i ekspozoj. Pra janë problemet e cilat pra ke çmimi. Pjesa tjetër tek rimbushja. Pjesa më e madhe e qytetarëve kryesisht në zonat rurale nuk kanë mundësi për të blerë paketa, qofshin këto që janë me kontrata 700 lekë treja, apo aq më tepër pastaj 1000 lekë, 12.000 lekë vjetër, 15.000 lekë, 16.000 lekë e me radhë. Pra, nëse një konsumator ka pasur për të mbushur çdo muaj, mbushë një vlerë prej 100 lekësh, ajo prej 3 vitesh është bërë, 1 vit e gjysmë më përpara është bërë 200 lekë, ndërsa u bë që në dhjetor të 2024, kjo rimbushje mujore është bërë 300 lekë. Thjesht për të mbajtur aktiv numrin. Pra, unë kam një numër, mund të deklari dhe numrin që kam angesën, janë bërë rreth 60.000 lekë të vjetra në numër brenda dhe nuk ka të drejtë konsumatori as t'i transferoj, as krijoj një paket mikse për një shërbim e supozojmë nëse të shkojë diku tjetër, megjithëse janë parat e veta, pra është telefoni vet, numri vet dhe parat e veta, dhe ato fjalë nëse do kaloj 1 minutë nga momenti i datës së rimbushjes, këto fjalë zerohen. Pra kemi raste konkrete të tilla, me numra konkret, me zona konkrete, me emra dhe mbiemra konkret që jemi të autorizuar dhe ti përdorim ndoshta edhe në media, pra që janë ankesat e cilat konsumatori mashtron çdo ditë. Pa dukurit pastaj pjesën tjetër, nëse do shkosh thjesht tek aeroporti sot, që është një fluks i madh, dhe ne lutemi që të ketë sa më shumë hyrje në Shqipëri të turizmit, pra që është një zhvillim mbi gjitha, është edhe zhvillim ekonomik, sado që të shohim që do ndikojë qoftë në fushën e mjedisit, në fushën e gastronomisë, fushën e hotelerisë e tjera. Por është një prurë dhe lusim që të ketë sa më shumë turistë. Po edhe aty një orientim total, një mashtrim nëpërmjet të fletushkave të 2 kompanive të mëdha, qoftë AMC-s, UAN-it. Do ndalemi pastaj te kjo çështja e mashtrimit tek aeroporti. Por le të pyesim pak zotin Buxhuku, ka nisur një hetim
në shkurt të këtij viti nga Autoriteti i Konkurrencës për 2 operatorët në treg. A kemi ndonjë të dhënë për ecurinë e atij hetimi, zoti Buxhuku, dhe si e shihni situatën vetëm me 2 operatorë në treg? Në lidhje me hetimin që është hapur ndaj operatorëve telefonik të celularit, nuk kemi një të dhënë, përfundime nuk kemi, qoftë edhe paraprake nga enti rregullator, dhe problematikat me entin rregullator në fakt janë problematika të cilat janë thelbësore për mbarvajtjen e këtyre tregjeve, të cilat janë mjaft të ndjeshme. Së dyti dëshiroj të them që thelbi i ekonomisë tregut është konkurenca. Në momentin që nga 4 operatorë tashmë kemi vetëm 2, natyrisht pritet rënje e nivelit konkurencës, sepse jemi në kushtet e një duopoli, pra të 2 operatorëve, të cilët e kanë mjaft të lehtë që të ndajnë zonat e influencës me njëra tjetrën. Dhe efektet që ju përmendët në fillim, pra rënja e numrit të abonentëve dhe ndërkohë rritja e fitimit të kompanive celulare, në thelb është në faktin që janë rritur çmimet. Mund të jetë edhe fakti që mund të kenë mirë menaxhim të kanë përmirësuar, pra kanë ulur kostot e operimit, por kjo ngelet për të dyshuar. Baza është fakti që mungesa e konkurrencës në mënyrë objektive të sjell drejt për drejt në ulje të cilësisë për klientët, pra për qytetarët të rast, dhe jep mundësinë që të vendosin çmime të larta për te atyre që do të ishin në kushtet e një konkurrence të hapur, të lirshme. Aq më shumë në këtë rast, pra kur me vetdije dhe qartësisht është ulur numri i operatorëve në treg, nga 4 në 2, pra është 2 herë më pak se më parë, është e detyrueshme që të rritej kontrolli rregullator i enteve publike mbi punën e këtyre operatorëve. Përndryshe, ata mund të çojnë çmimet e tyre me një marrëveshje të lehtë me njëra tjetrën, mund të çojnë në nivele edhe shumë të larta se sa ato që folëm më sipër. Cilësia mund të jetë e ulët, edhe mund të ulet edhe më tej. Mund të vazhdojnë edhe mashtrimet me paketat që jepen. Vazhdon edhe fakti tjetër pastaj që ato e kanë detyrim që të mbulojnë gjithë territorin, pra është pjesë e licencës kombëtare që ata që kanë marrë për të mbuluar gjithë territorin, dhe ndërkohë nuk kryejnë investimet në ato pjesë të territorit, të cilat ata i gjykojnë që janë të pa leverditshme, pa interes në kuptimin e përfitimit tyre ekonomik. Dhe këtu kemi një shkelje të drejtë për drejtë të licencës të cilën ata kanë marrë. Dhe këtu është problematika tjetër e madhe që entit rregullatore përkatëse, por edhe qeveria, në fakt edhe ekzekutivi, duhet veprojnë urgjentisht. Shqipëria nuk është një shtet han pa porta, në të cilën të shkosh në Sarand të futet telefonia greke, të shkosh në kufirin e veri perëndimit të futet telefonia e Malit Zi, e Maqedonisë, e kështu me radhë. Këto janë e dekalojnë shumë edhe efektin thjesht ekonomik. Pra kanë të bëjnë me dinjitetin kombëtar të këtij vendi. Po, Buxhuku, por nëse ka mundësi regjia tabelën numër 1, se do doja ta komentoni me zotin Semanaj. Pra të ardhurat e operatorëve në milion lek, ajo që shohim, të ardhurat totale të One dhe Vodafone, nga 25.4 miliard lek në 2023, ose 250 milion euro, i kemi në 280 milion euro, edhe pse kemi një rënje të përdoruesve. Zoti Semanaj, si e shpjegon këtë grafik? Atëherë, pikë pare kemi të bëjmë me rritjen e çmimeve. Po të marrë shembull konkret numrin që unë përdor në Austri. Paka shumë e njëjta paketë është 2.5 herë më shtrenjtë në Shqipëri se sa paguaj unë në Vjenë. Pra po flasim për çmime shumë të shtrenjta. E dyta, për sa i përket rënjes abonentëve, nuk besoj që ka rënë numri abonentëve, por pa pasqyruar në një mënyrë tjetër. Dhe zotëria tha që
ke një problematik, është shkurtuar koha e vlefshmërisë paketave, të parave në llogari dhe vlefshmërisë numrave. Pra nëse kur kishim në momentin që ne kishim 4 kompani, këto kompani vazhdimisht bënin oferta të ndryshme dhe qytetarët mbanin më shumë se një numër për të shfrytzuar këto paketa. Në njërin mund të flisnin në telefon, tjetrin mund ta përdorin për internet. Tani më kemi pothuajse paketa të unifikuara mes këtyre dy kompanive dhe qytetarët nuk bëjnë këtë ndryshimin nga një numër në një numër tjetër, por vazhdojnë të mëjnë të njëjtin numër sepse nuk bën sens ndryshimi. Dhe me sa kuptoj unë, deri diku tregu është ndarë për gjysmë, çmimet janë rritur dhe të dy kompanitë janë shumë të kënaqura. Pra fitimet janë shumë të larta dhe nga ana tjetër, ky numri më i ulët është karta të cilat nuk aktivizohen dhe çaktivizohen. Pra, mbajmën kur isha në Shqipëri që punoja në njërin nga kompanitë, ishte një numër i madh kartash të cilat mund të lidheshin me rrjetin thjesht 2 ditë e parë të muajit për të shfrytzuar paketen, ato gigat që ishin free, ose mund të lidheshin një herë në disa muaj me rrjetin. Tani më duke qenë se kemi vetëm 2, nuk kemi këtë kalimin dhe kjo rënja nuk do të thotë që ka më pak abonentët janë të njëjtë, por të gjithë këto abonentë janë përqendruar në 2 kompani dhe paguajnë paketa jashtëzakonisht shumë të shtrenjta, krahasuar si me tregun e rajonit dhe me tregun e Bashkimit Evropian. Pra, nga ana tjetër kemi edhe një problematik. Duke qenë se kemi 2 kompani, minimalisht duhet të kishim disa MVNO, pra MNV, do të thonë duhet të kishim MVNO, duhet të kishim disa rrjete virtuale mobile, që do të thotë kompani të cilat nuk kanë një infrastrukturë fizike, por bazuar në kërkesat që kanë abonentët, mund t'i afrojnë dikush do më shumë internet, mund të marrë internet, dikush dëshiron që të ketë më shumë minuta në roaming, mund të marrë më shumë minuta në roaming, dhe Shqipëria është një ndër vendet e vetme që nuk e ka të implementuar. Pra të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian ofrojnë një shërbim të tillë. Numri që unë përdor personalisht nuk është pjesë asnjërit nga kompanitë që kanë rrjet fizik, por është një numër i rrjetit virtual mobile. Kuptohet që pagesat që unë kryej me shërbimin që unë marr, duke qenë se jetoj jashtë dhe jam IT, ajo që më intereson janë sa më shumë giga në internet dhe jam shumë i kënaqur me këtë pjesë. Besoj që ka ardhur momenti që të kemi edhe këto kompani në Shqipëri. Momenti që do kemi kompani të tilla, deri diku, nëse kuptohet, AKEP ban implementimin ashtu siç duhet. Pra që nuk ju venos laku në fyt kompanive të reja dhe i detyron që të marrin pothuajse të njëjta çmime me 2 kompanitë tradicionale që tani më kanë ngelur në treg. Por duhet ta pranojmë që paketat mobile në Shqipëri janë jashtëzakonisht shumë të shtrejta. Nëse flasim për rrjetin fiks, duke qenë se është më i decentralizuar, pra kemi disa 10 ISP, pra duke përfshirë dhe ato lokalet mund të arrijmë deri në 250-300 ISP, e shikojmë që interneti fiks dhe telefonia fikse në shtëpitë e qytetarëve është shumë herë më i lirë se sa pjesa e rrjetit mobile. Në një emision që kemi qenë para disa kohësh së bashku, keni dhënë një argument ku thoni disa kompani ndoshta nuk e shohin të arsyeshme që të investojnë, ndaj edhe mund të largohen. Qëndron si argument? Në ç'kuptim, 4 kompani për Shqipërinë ishin shumë. Po, pra ky ishte aspekti, pra 4 ishin shumë sepse duhet shumë investim për shpërndarjen e 4 ishin shumë sepse legjislacioni shqiptar, mënyra se si ngriten rrjetin, duke pasur në një territor kaq të vogël 4 rrjete fizike paralele, nuk ka logjik tregu. Kosta e investimit është shumë e lartë, kosta e mirëmbajtjes është shumë e lartë, plus duke pasur parasysh licencimet që bën AKEP-i duke kaluar nga 2G-ja në 3G, nga 3G-ja në 4G, tani më kemi edhe licencimin e 5G-s në kohë zgjatje shumë të shkurtra dhe kjo detyron ndryshim networku. Kostot ishin shumë të larta. Ajo që duhet të ketë Shqipëria janë rrjetet virtuale, pra le të kemi 2 infrastruktura fizike. Dhe këto 2 infrastruktura fizike duhet të marrin dhe investimet e tjera për të mbuluar dhe ato pjesë që nuk janë të mbuluara. Kur themi është mbuluar 99%, nuk kemi të bëjmë me territorin, themi 99% e popullsisë. Pra ne kemi zona në Shqipëri të cilat nuk janë të mbuluara.
në të cilat fatkeqësisht nuk kemi telefoni mobile. Dhe duhet të ketë sepse mund të kemi emergjenca, mund të kemi zjarre, mund të kemi aksidente dhe shumë gjëra të tjera. Po deri sa të vi kjo lloj teknologjie, si zgjedh kjo situatë që kemi pas ju me drejt tatë që ne kemi telefonin celulare ndoshta më të shtrenjtë në rajon dhe më të shtrenjtë se Austria apo Gjermania? Duhet të implementohen MVNO-t. Kjo është zgjedhja më e shpejtë që mund të bëhet. Nuk e di, me sa di unë ka kaluar një ligj i tillë, por deri tani nuk kemi asnjë kompani e cila ka implementuar. Sepse AKEP-i duhet të detyrojë dhe këto dy kompanit, si One-in dhe Vodafone-in, që t'ju vendosin në dispozicion përdorimin e rrjetit të tyre, por me një çmim të levetësishëm, sepse në momentin që ju jepni këtyre kompanive të reja virtuale çmimet e paketave që ju keni, kuptohet që nuk do lejoni të ketë një treg të lirë dhe nuk do ketë ulje çmimesh. Dhe nga ajo çfarë unë shoh, fatkeqësisht në vend që të bien çmimet, çdo vit çmimet e telefonisë mobile në Shqipëri vetëm po rriten. Pra pakete 2100 lek me diku te 30 giga mu me duket e papranueshme, ndërkohë që unë për 60 giga paguaj thjesht 10 euro, që i bie 950 lek, 960 lek dhe pas vlerësimit të euros në Shqipëri. Pra nuk... Do vim sërish te kjo pikë. Zoti Safa, për të ndalur pak te kjo që thonë dy bashkëbiseduesit faktikisht, mund që të kemi ulje çmimesh, kemi rritje çmimesh. Dhe ju e thatë që ka shumë konsumatorë cilët ankohen. Si ishte rasti i aeroportit që thatë që çfarë bëjnë dy kompanit? Po, kompanisë se cilat deklaron se ka një numër të konsiderueshëm të abonentëve në Shqipëri, njëra thotë ka rreth 1 milion abonent, tjetra thotë rreth 800.000, 900.000. Çdo punë viti nxjerrin ato reklamat publike, masive, se ne jemi më të mirët për vitin 2024, tjetra si vjet thotë ne jemi më mirë për vitin 2025. Po ne duhet themi vetëm këtë fjalë, pse nuk ka një transparencë me publikun. Ato paketat ndryshe deklarohen dhe ndryshe. Konsumatori shqiptar nuk është ashtu sikurse edhe konsumatorët e tjerë. Është nga fushat më të vështira edhe për ta hetuar dhe për ta ndjekur si problem dhe si angesë, sepse pikërisht ka të bëjë me teknologjinë, teknologjia zhvillohet për ditë. Aq më tepër kur tek ne thash është një monopol i këtij tregu. Nuk është një treg i konkurrueshëm, sepse po të jetë një treg i konkurrueshëm, institucionet do veprojnë më shpejt, do ndryshojnë më shpejt, do bëjnë diçka më shumë. Por këtu edhe pikërisht të institucionet që janë endi regulator, AKEP-i, autoriteti konkurencës, apo institucionet tjera që mund të jenë profesionale, fjalë nuk po ndërhyjnë, nuk po shohim që ndërhyjnë. Nuk ka potllëguri që supozojmë do të nisim nga viti 2021-2022, kur ishte edhe koha e pandemisë, 2020-2021-2022, në kohën e pandemisë, kur nuk u bë ajri shqiptarëve, ushqit edhe me shtrenjtë se ishte në momentin kur po luftonte e gjithë globi po luftonte me vdekjen, edhe atëherë këto dy kompani ende nuk ishin kopër, ende nuk ishin majmur ashtu si pretendojnë dhe majme për ditë, edhe në ato momente nuk arritëm në paktën të një kategori vulnerabël, që ishte problemi medikamenteve, problemi maskave, problemi lëvizjes, problemi spitalor, problemi shërbimit jashtë shërbimit spitalor shqiptar. Asnjëra nga këto nuk dol në asnjë media, që të ofronte pak të shpëtonte një jetë fëmije, një jetë moshuri, një jetë njeriu, një jetë artisti, një jetë doktori. Pra është diçka, kur është monopol, është totalisht në fjalë diçka që është shumë e vështirë edhe për t'u hetuar, ose për të kuptuar, ose për ta studiuar, për ta parë dhe për ta denoncuar. Sepse është marrëveshje e fshehtë mes tyre. Se mos jetë marrëveshje e fshehtë, ku ka drejtë, nëse kalon një sekond mas një muaji, ti ndërpresh sinjalin telefonik tjetrit. Ai thjesht ai po e mban kuptimin, po mban veten gjatë me zor, po mban veten gjallë për të mbajtur atë numër aktiv, sepse ka sëmundje, ka fëmijë në shkollë, ka njerëz rrugëve, ka njerëz jashtë, ka fëmijë jashtë Shqipërisë, etj, janë një sër faktorësh, të cilën fjalë po abuzohet mbi kuptimin mbi fatkeqësinë dhe mbi problematikën që ka shkaktuar. Po të marrim rastet, për shembull, kemi raportin zyrtar të AKEP-it që thotë reduktimi i numrit të operatorëve solli reduktimin e numrit të paketave që ofrohen. Kemi një hetim që nis nga autoriteti i konkurrencës. Pse nuk ka rezultate, pavarësisht se kemi raporte, kemi hetime? Unë kapiten, megjithëse nuk janë profesionist. Ju keni ankesat tuaja? Unë nuk jam profesionist kësaj fushë, po nisim nga ankesat që më vijnë. Ato ankesa që adresohen tek shërbimi konsumator, aty ku ne ofrojmë këshillime, edukime dhe marrim ankesat e qytetarëve. Dy operatorë në treg sot, më fjalë, kanë mundësi të deklarojnë ndryshe, ndryshe të japin një reklam, dhe ndryshe kur shkosh për të bërë një veprim, aty tek sportieri apo tek Arka ku ato fjalë bëjnë pakesat apo japin një shërbim caktuar.
ndryshe është një fletushke cila thot me kaq giga, vlera kaq, kjo kaq, dhe ndryshe pasaj kush e mat atë se sa giga edhe në telefonin tim. Kush është mazi, kush është garancia në këtë rast? Pra duhet jetë një institucion. Ju vinë ankesa mbi këtë pikë? Po, absolutisht, po në vinë. Unë kam edhe nga ambasadë amerikane dhoma e tregtisë britanisë në Shqipëri, kam ankesa konkrete me emra dhe mbi emra, të cilët dhe më kanë specifikuar se ato kanë shumë më tepër informacion në kuptimin e teknologjisë, sepse i kanë ekspertët të fushës përkatëse, edhe më thotë ja një model, thotë se si vidhe, thotë një konsumator shqiptar, ja si mashtrohet nëpërmjet reklamës një konsumator shqiptar. Mund ta bëni publike për shembull si ndodh. Dhe thotë kush është ai personi përgjegjës që do mbaj përgjegjësinë mbi këtë veprim që bën mbi konsumatorin shqiptar. Ne person përgjegjës nuk kemi, sepse po themi sot AKEP-i. AKEP-i ka nuk është sot, është mbi 20 sa vjet telegu i telefonisë celulare në Shqipëri. Ne nuk dimë që të jetë marrë në masë, përveç atyre si u mbyllën. Edhe ato si u mbyllën nuk u dha asnjë informim publik. A ishte një konkurencë jo e drejtë, a ishin interesa të mbrëmshme të pa deklaruar që quhen në eliminim me të dy operatorëve duke ngelur vetëm dy. Sot në fjalë, ku të shkosh tek autoriteti, kemi filluar, kam kontaktuar dhe me autoritetin e konkurrencës. Kemi filluar thotë një hetim të thelluar, se kur e ka datën e fillimit dhe kur e ka datën e mbarimit, kush janë personat përgjegjës. Dhe nëse dori të kthehet diçka ke konsumatori, nuk po themi të dëm shpërblesë, se nuk ndodhe jo, sidomos fushën e telefonisë celulare. Po të paktën ta dimë në një moment caktuar kur do filloj transparenca e këtyre dy monopolëve, dy operatorëve të nderuar, Tuanit edhe të Vodafonit. Kur do filloj transparenca me konsumatorin, ai sa deklaron nëpërmjet reklamës, ai sa deklaron nëpërmjet asaj informacion të shkruar aty ke zyrat e veta, po të paktën të jetë transparente me ato. Nëse thotë do japë 10 giga... Cilat janë ankesat më të shpeshta që ju vinë pranë zyrës suaj? Po, unë thashe një tjetër, është ajo, nëse kalon një ditë, vjen me njëherë më fjalë zërohen lekët, vidhet konsumatori gjenje lekëve në telefon. E dyta, nuk thashe një tjetër, nëpërmjet roamingut, nëse do bëj një roaming caktuar, për 24 orë dhe mërë në 24 orë, nëse do marrë dikush nga këtu, nga shtetet e jashtë Shqipërisë, për një telefonat ndërkombëtare, absolutisht do penalizohet si konsumatori atje që ai harxhon natyrisht me çmime shumë të ulta dhe ka brenda paketës vet, po do paguaj edhe unë me merrën telefon, me kostat e veta, me lekët e veta atje, edhe unë pse hap telefonin dhe bisedoj me të, do paguaj 3 fish, 4 fish, 5 fish, të asaj vlerë për cilën unë jam abonuar, apo paguaj një tarifë mujore. Pra është diçka më fjalë edhe kjo më fjalë diçka shumë e vështirë. Pastaj dalja rrugëve, nëpërmjet ne na vjen mirë që punsohen djemë dhe vajza, ndoshta në kuptimin ekonomik që marrin 2 lekë, gjithë ditën ke frikë të kalosh duke filluar nga qendra e Tiranës se ku do të shkosh edhe në aeroport atje me fletushka atje duke ju turrur qytetarit mbrapa, hajde se kemi këtë oferte, kemi ku merr vesh qytetari se cila është oferta reale. Çfarë do përfitojnë nga oferta, se s'ka garanci, ti s'po bëj kontratë. Nuk po në kontratë me këto kritere, fjalë që dhimi dy palët të detyruar. Do të Semana kishte diçka? Doja thjesht të korrigjoja diçka që mos kemi keq kuptime. Në momentin në zonat kufitare, në momentin që telefonata juaj kalon në roaming, që mos ju biem në qafë kompanive për çdo gjë, ju njoftoheni me një mesazh që mirë se erdhet, le të themi në rrjetin One, T-Mobile e tjerë në Maltezi. Pra, njoftoheni me një mesazh. Përveç kësaj ka dhe mënyrë teknike se si qytetarët, pra kjo është një gjë që kompanitë duhet ta bëjnë, por dhe media, se si të ruajnë qytetarët. Momentin që ju e kaloni kërkimin e rrjetit në mënyrë manuale, ju nuk do kaloni në një rrjet tjetër, si do që të jetë, ku do që të jetë, ju do qëndroni në rrjetin tuaj telefonik. Dhe pjesa edhe diçka tjetër për të saktuar, momentin që ju jeni në roaming dhe unë jam në roaming dhe ju do me telefononi tek numri im shqiptar, ju nuk harxhoni sepse ju po telefononi thjesht një numër shqiptar. Të gjithë pagesat do i kryej unë që jam në roaming, por ju si marrës do vazhdoni të paguani atë që keni paguar gjithmonë. Dhe kjo nuk ka të bëjë me kompanitë mobile, domethënë është diçka që dhe unë që jetoj në Austri, në momentin që kalojnë në një shtet tjetër, ndodh ky overlapping ose mbivendosja e valve, sikurse unë me numrin shqiptar
Po thuj se deri në Tuz mund të rri, po marr shembull Koplikun, mund të rri lidhur me rrjetin shqiptar megjithëse jam në territor malazez. Kjo më shumë don një fushat informuese që qytetarët ta kuptojnë se si funksionojnë zonat kufitare dhe të kenë kujdes. E kuptoj. Gjergj, për të ndalur pak në një pikë që e cekën faktikisht edhe zoti Semanaj edhe zoti Stafa. Ka shumë raste për shembull, cilat I kemi transmetuar edhe në materialet ndryshme në MCN. Unë bëj paketën apo ti apo tjetri, e bën paketën 15 apo 20 giga. Pas 3 ditësh, 5 ditësh apo 7 ditësh të vjen një mesazh që ju e mbaruat paketën tuaj. Thua ke downloaduar filma në telefon apo nuk e di se çfarë mund të kesh bërë. Dhe kjo është ankesë e shpeshtë që e gjen gjithandej. A e verifikon kush se sa, domethënë, a është tamam ajo paket që ti ke bler dhe harxhove me vërtet për një javë për 5 ditë? Ani shiko, tu kemi një interes, ose më saktë dy interesa që përplasen me njëra tjetrën. Pra është interesi I konsumatorit, I klientit, dhe është edhe interesi I kompanisë. Dhe këtu, përplasja këtyre dy interesave duhet të jetë një tret I cili duhet ta përcaktoj. Nëse kemi të bëjmë me një mashtrim, apo nuk e kemi. Pra, ideja është që mos I bijem në qafë kota dhe kompanive. Më thonë të jemi të drejtë. Dhe ky është problemi të cilën duhet ta zgjidhë endi rregullatori I telekomunikacionit. Pra ai që është AKEP. Prandaj ngrihen institucione të tilla. Prandaj taksapaguesit shqiptar paguajnë për këto institucione të rëndësishme, rregullatore dhe garantuese të cilësisë së shërbimit dhe të eliminimit të mashtrimeve, të cilat janë shumë të mundshme, sidomos në sektor të tillë, të cilat janë sektor të teknologjisë lartë në një farë mënyrë. Dhe nuk është e lehtë që të përllogaritet, apo jo? Pra, unë këtu shikoj pikërisht rolin e munguar të autoritetit rregullator të telekomunikacionit. Dhe sidomos në sektor të tillë, është shumë e lehtë që edhe këto autoritete të mund të korruptohen. Lehtësisht. Fakti është që nuk kanë vepruar gjatë këtyre viteve, sepse, neve nuk kemi aparatura për të provuar në detaj se çfarë ka ndodhur. Kur e thon shumë qytetar, ka një gjë aty të themi drejtën. E para që ja thon të gjithë, por kemi një element tjetër në cilën kemi elementin krahasues. Qoftë të çmimin e paketave të shteteve tjera, të cilat janë shtete të cilat janë me solucione të forta, të stabilizuara dhe që kanë teknologji me të cilën mund të kontrollojnë këto kompani të cilët punojnë në sektor të tillë teknologjik, dhe ne shikojmë që kemi ndryshime të dukshme. Pra, kolegu paraprakisht thaj që për të njëjtën paket në Austri merret me një çmim 2 herë më të vogël. Pra, me çmim 2 herë më të ulët, e njëjta gjë ndodhet me paketat në Itali, e njëjta gjë ndodhet edhe me paketat në Gjermani. Pra, ne këtë fakt konsumatori shqiptar e ndjen lehtë, nuk ka nevojë që të si të thuash të marrin një vul. Por ajo çka ne shikojmë gjithashtu është fakti që nëse në shtetet e tjera të zhvilluara demokratike me institucione të cilat ekuilibrojnë njëra tjetrën, përfundimi është se ky është përfundimi, cili është çmimi dhe cilësia me të cilën ti ofron shërbimin tek finali, pra tek konsumatori final, janë mjaft më të mira se sa ato që ndodhen në Shqipëri, atëherë ne lehtësisht arrim në disa përfundime. Përfundimi I parë është që ne nuk kemi ente rregullatore të cilat të kenë vullnetin dhe pastaj të kenë aftësinë, kuptohet, teknologjike për të hyrë në treg për interesin publik, dhe së dyti kemi faktin që kemi mungesë të theksuar konkurrence që I lejon këta 2 operatorë flasin për këtë tregun specifik, si ndodh dhe për operatorë tjerë në tregje tjera strategjike që ne e dimë shumë mirë se kush janë, të cilët merren vesh me njëri tjetrin dhe produkti final që ata japin, që ofrojnë për konsumatorin, është me diferencë të theksuar në çmim dhe në cilësi nga I njëjti shërbim që kryhet në shtetet tjera. Pra, këto janë fakte të pakundërshtueshme, janë të qarta. Pra, edhe marrja vesh e operatorëve, si pasojë mungesës konkurrencës dhe situatës oligopol, duopol në këtë rast fare, dhe të fakti tjetër shumë të rëndësishëm të mungesës së rolit të autoriteteve rregullatore të re.
E kuptoj, ndalemi në një hapësirë reklamash dhe rikthehemi sërish në pjesën e dytë të nderuar teleshikues. Rikthehemi të nderuar teleshikues, po flasim sa i përket telefonisë celulare. Jam në studio me zotin Hysen Stafa nga Zyra e Mbrojtjes së Konsumatorit, kam zotin Besmir Semana, ekspert IT në lidhje me Skype dhe gjithashtu edhe ekonomistin Gjergj Buxhuku. Regjia, nëse ka mundësi, tabelën e dytë, nëse ka mundësi, do doja që ta nisnim së bashku këtë pjesë të dytë, zoti Semanaj, rënja e shërbimeve të ofruar treguesit, kemi 2020, 21, 22, 23 dhe 24. Po të shohim me kujdes, kemi numrin e përdoruesve, kemi numrin e përdoruesve aktiv, pra për t'i marrë me zëra dhe për të folur pak në mënyrë, le të themi, edhe të përgjithshme, por edhe të detajuar. Si i shihni këto zëra të cilat kemi nxjerr? Atëherë, po të shohim zërat bajnë totalisht sens. Kemi një rritje, se mu largu tabela, tek përdorimi i datave. Pra, si që di me digitalizimin dhe me informacionin që gjithnjë më shumë po rritet, kemi 15.4% rritje totali dhanave të transferuar në rrjetet celulare në gigabajt. Kjo është edhe një arsye që qytetarët ankohen që gigat ju marrojnë shumë shpejt. Pra, gigat nuk maten me kohë, që paketa më shkoj 3 ditë, 4 ditë, 5 ditë. Maten me aktivitetin që ju kryeni dhe ju siguroj që nëse ka diçka që kompanitë celulare masin ashtu si që duhet, është transmetimi i danave, duke qenë se dhe qytetarët mund ta verifikojnë. Të gjithë telefonat kanë opsionin për të treguar në një periudhë caktuar sa internet keni harxuar në secilin nga aplikacionet që ju keni. Dhe shikimi një videoje me kualitet të ulët dhe pastaj kalimi dhe shikimi një video në YouTube me 4K, kuptohet që do ju shkarkoj, do ju harxoj të gjithë internetin që keni në telefon. Është më shumë perceptim se sa realitet. Pra këtë gjë duke pas dhe eksperiencë me kompanitë të telefonisë celulare, mund t'ju them që nuk ka abuzim. Mund të ketë gabime, mund të ketë defekte teknike, por nuk ka abuzim të qëllimshëm që kompanitë telefonike të grabisin internet nga qytetarët. Desha ta sqaroj këtë si pikë. Dakor, po si ka mundësi që ka jashtëzakonisht shumë qytetarë të cilët për ditë thonë të njëjtën gjë. E bleva paketën përpara 3 ditësh, sot apo përpara një jave? Është perceptim. Unë ka ditë që harxoj 500 mega, ka ditë që harxoj 30 giga. Mjafton që t'ju vi një updatimi i sistemit të operimit, i cili mund të jetë 2.5 giga dhe 2.5 giga ju harxoni një kohë pak sekondshë, duke qenë se rrjeti 4G, sidomos në qytetet kryesore ku ka mbulim të mirë, është dhe shumë i shpejt, sidomos 4G plusi, është shumë i shpejt, pra ju mund të harxoni gigat pa e kuptuar, por telefonat si Androidi, si iPhone-i, ty të jep mundësinë për të shikuar në kohë të caktuara sa giga keni harxuar dhe ku i keni harxuar. Pra qytetarët mund ta verifikojnë. Dhe po ta shikojmë, asnjë nga qytetarët nuk e ka eskaluar ose nuk e ka çuar në gjykatë ose te institucionet përkatëse një gjë të tillë. Është më shumë ankesë qytetari tek qytetari, sepse në momentin që ju krijoni një ankesë pranë këtyre kompanive telefonike, ata mund t'ju japin në detaje se sa giga keni harxuar në çdo moment të kohës. Pra është diçka e verifikueshme. Dhe prandaj nuk kemi edhe raste të cilat shkojnë në gjykata, sepse nëse do kisha një dyshim të qëndësishëm që kompanitë mobile chargjojnë giga më shumë se sa unë harxoj, do isha i pari që do i dërgoja në gjykatë dhe besoj që do bëhesh edhe shumë i pasur. Por nuk ekziston një gjë tillë. Mund të ketë gabime teknike, mund të ketë defekte teknike për një moment të caktuar, mund mos do llogaritet ashtu siç duhet, por gjatë gjithë kohës gigat maten ashtu siç duhet të mbaten. Dhe po të themi prap përsëri tek tabela. Kemi një rritje me 15% të transmetimit të dhënave. Kjo ka dy arsye. Një, fatmirësisht o fatkeqësisht nuk e di ta them, por përdorues ose fatkeqësisht le të themi, duke qenë se është edhe ndaluar me ligj përdorimi i TikTokut, aplikacioni i cili rrit dhe mban peshën më të madhe të shpenzimit të dhënave, të transmetimit të dhënave në rrjetin shqiptar është TikToku. Pas TikTokut vjen Instagrami dhe YouTubei. Pra shqiptarët e harxojnë internetin kryesisht në TikTok. Të ndalemi pak tek ajo që ju e cekët që në kryet herë, zoti Semanaj. Kemi për shembull 2024-ën,
përdoruesit aktiv paguan paka shumë rreth 110 euro, ndërkohë një vit më parë, nga statistikat që ne kemi nxjerrë, në 2023 paguan 97 euro. Pra po e them me euro për ta thjeshtuar pak më shumë, pra nga 11.000 lek apo 110.000 lek, në 97.000 lek. Pra kam paguar 14.000 lek më shumë të vjetra në një vit. Si ishe këto kapërcime, do më dhënë nuk jam pak, le të thuash 14.000 lek për një familjar. Jo, unë besoj që kanë paguar shumë më shumë. Pse? Pse? Kanë paguar shumë më shumë sepse kanë ullur konsumin, po të shikojmë tek minutat, po të shikojmë tek përveç përdorimit të internetit, të gjithë pjesa tjetër ka rënë. Pra, qytetarët kanë shkuar në paketa më të lira. E qartë. Pra janë drejtuar dhe duke që edhe megjithse kanë shkuar në paketa më të lira, përsëri kanë paguar shumë më shumë se sa kanë paguar para një viti. Dhe do ishte bukur po të kishim një krahasim të 2024-s ose të 2025-s me 2017-ën, 18-ën, 16-ën. Çfarë do na dilte? Të bënim një krahasim me momentin kur ne kishim në treg 4 kompani mobile. Sepse përsëri dhe në 2023-shin përsëri kishim 2. Çmimet ishin rritur në një sasi madhësi të konsiderueshme dhe ju asiguroj që në 2017-18 ofertat të cilat më së shumti bënin qytetarët ishin ofertat me 10 euro si 1.000 lek të reja. Dhe këto oferta nga 1.000 lek kanë kaluar në 2.100 lek. Pra kemi rritje më shumë se sa 2 fish. Por nga ana tjetër dhe konsumi ose nevoja për përdorimin e internetit është rritur për qytetarët. Pra nëse në vitin 2017, po ta krahasonim me 2017-ën, ju asiguroj që kemi disa 10 fish rritje. Pra diku tek 5-6 herë më shumë përdorim kapacitetesh të internetit. Këtu bazuar dhe tek rrjetet sociale të reja të cilat po përdoren dhe bazohen mbi video. Përveç kësaj kemi edhe të gjitha platformat e komunikimit, të cilat janë me video call. Të gjitha këtyre ju nevojitet internet. Kemi edhe një pikë tjetër që nuk do llogarisim dot, që mbulimi me Wi-Fi dhe me internet në Shqipëri është rritur. Pra kemi çdo pothuajse pjesë e madhe familjeve kanë internet në shtëpia. Një pjesë e madhe familjeve personave mund të lidhen me internet në, le të themi, në lokale e tjerë dhe një pislik nëse mund ta them që kanë bërë kompanit, kanë ulur vlerëshmërinë e rimbushjes për të detyruar të kryeni rimbushje, sepse nëse numri do ishte mund të pranonte thirrje hyrëse për një kohë një vjeçare sikurse ka qenë më përpara, një pjesë e qytetarëve do shmangnin rimbushjet dhe do përdorin internetin i cili është i aksesueshëm tani më nëpër lokale dhe në zyrat e punës. Po, Buxhuku, për të ndalur pak te kjo që tha me drejt zoti Semana, i marrin 2015 apo 2017, rreth një dekadë më parë, me 10.000 lek të vjetra mbushje telefonin, kishe ofertën dhe për një muaj dhe ky 30 ditë që faktikisht është çik si kleçk në këtë mes, por sot ky 10.000 lek është bërë 21.000 lek. Pra është dyfishuar pak më shumë. Teknologjia shtohet, lehtësohet, kemi shumë gjëra. Si e sheh, domethënë që brenda pak vitesh dyfishohet çmimi. Dhe që të ulej për konsumatorin. Shiko, përpara se të kthej një përgjigje për këtë pyetje që ju bët, unë mendoj që do ishte shumë interesante të kishte edhe një grafik tjetër. Që të tregonte se cilat ishin fitimet e operatorëve celularë në Shqipëri krahasuar me fitimet e kompanive tjera homologe në vendet e Bashkimit Evropian. Okej. Pra për të parë marzhin e fitimit të tyre. Sipas disa të dhënave që praktikisht na janë vënë, kemi qenë në DNI në fakt vite më përpara, marzhi real i fitimit të kompanive në Shqipëri ishte edhe 2 deri në 3 herë më i lartë se sa marzhi i fitimit të kompanive të vendeve të Bashkimit Evropian. Sepse nuk mjaftojnë vetëm të ardhurat në total, por duhet parë dhe marzhi i fitimit, ai është kryesor. Së pari kjo, së dyti, për të përgjigjur pyetjes suaj, unë them edhe një herë tjetër, që mos bëhemi përsëritës, por jemi detyruar të jemi të tillë.
Këtu kemi 2 fishim të çmimesh brenda disa vitesh, dhe nga ana tjetër shikojmë që kemi dhe rënje të ofertave, pra të cilësisë. Shto këtu edhe faktin tjetër që unë dua që ta theksoj, që ende sot, mas gati 30 vjetësh, neve ende nuk kemi të mbuluar territorin në internet. Mbulim edhe me valë celulare, të cilat i kanë pjesë të detyrueshme të licencave të tyre. Pra, janë disa element shtylla kryesore të aktivitetit të këtyre kompanive celulare, të cilat të bëjnë me të drejtë që të gjykosh që jemi në kushtet jo të tregut të lirë, pra të kushtet e mungesës totale të konkurrencës dhe mbi të gjitha të mungesës së një vullneti politik, shto këtu dhe kapjen e institucioneve përgjegjëse shtetërore, në rastin konkret të AKEP-it, përmbas edhe të ekzekutivit, që me qëllim nuk bëjnë detyrën e tyre në mbrojtje të interesit publik, por i lënë këto kompani të bëjnë këtë aktivitet me këto problematika të cilat ne i shohim qartë. Pra, nuk ka nevojë që të bëjnë shpike të mëdha. Të shikojmë çmimin, dhe këtë çmim neve e gjykojmë sepse mund ta krahasojmë me shtetet e tjera. Është një fenomen siç kemi edhe me çmimin e naftës. Po. Kemi cilësinë e shërbimit dhe këtë cilësi shërbimi shto këtu dhe ofertat. Ne edhe pa qenë specialist, neve mund ta bëjmë krahasimin se jemi qytetarë tashmë të lirë që shëtisim në vende të tjera, e shikojmë që kanë ndryshime të theksuara. Dhe këto të sjellin në përfundimin që institucionet rregullatore shqiptare, ato që paguhen nga paratë e taksapaguesve shqiptar, që janë njëkohësisht edhe klient të këtyre kompanive, pra janë qytetarë të vendit dhe klient të këtyre kompanive, praktikisht nuk bëjnë detyrën e tyre. Dhe detyra e tyre nuk bëhet me radhë të parë për faktin sepse janë të kapura. Pastaj, ana teknologjike është e zgjidhshme në këtë rast. Nuk mendoj që është kryesore. Ana teknologjike duhet vullnet. Zoti Stafa, shtim çmimesh, mbulim jo dhe aq cilësor, këto problematika të cilat i ceku edhe Buxhuku edhe zoti Semanaj, një koment fundit përpara se ta mbyllim. Ato pothuajse i trajtuan më specifike problemet, domos zoti Semanaj që siç duket e njeh mirë fushën e teknologjisë, por duhet të them edhe zoti Semanaj se konsumatori, nëse në tërësi konsumatori me të vërtet mund të ketë një rubrik në telefon për të parë sa giga ka ju harxhuan apo si u harxhuan, por duhet mos harroj se vetëm 64% e shqiptarëve në një sondazh të fundit arrin të njohin totalisht programet e një sistemi të telefonit që përdorin. Ndërsa rreth 36% e tjerëve nuk kanë asnjë lloj informacioni. Pastaj jepi këtij, jepi atij, janë fjalë për to shumë. Ne nuk kërkojmë kuptimin e saj për të bërë as gjyqin, për të penalizuar monopolin e telefonisë celulare, por më fjalë edhe nuk mund t'i japim dekorat dhe flamur, se po bën një shërbim cilësor dhe me çmime të favorshme për konsumatorin. Ne po e denoncojmë për abuzimin kryesisht me çmimet, por edhe për cilësinë, edhe për mënyrën e konkurrueshmërisë në treg, sepse dy operatorë do të thotë që mungon konkurrenca. Dy operatorë nëse do shkosh në rreth 127 të njësi ku këto ofrojnë shërbimet, paketat apo bën pagesat, asnjë nuk ka një sportel që të jetë sporteli ankesave për konsumatorët. Nëse konsumatori do ankohet sot, nuk ka një zyrë, nuk ka një instrument, nuk ka një kuptimin institucion që të çojë një ankesë. Nëse AKEP-i nuk merr ankesa, AKEP-i thjesht ka edhe monitorimin, mbarvajtjen e tjera, nëse ku e di konsumatori se ku është AKEP-i dhe çfarë është AKEP-i. Në qartë. Një bisedë që do ta ashtu siç është edhe institucioni i autoritetit konkurrencës, jo njerëz që paguhen me qindra, njerëz që paguhen nga taksapaguesit shqiptar për të ofruar shërbim, cilësi, konkurrencë, çmime të favorshme. E kundërta, pastaj konsumatorin e detyron që të dyshojë se po bëhet palë me atë që nuk duhet bëhet palë në kurriz të xhepit të konsumatorëve. Një bisedë që ta vijojmë sërish. Zoti Hasan Stafa, ishte kënaqësi që kisha në studio. Faleminderit, Telsi. Zoti Semanaj, kënaqësi që ju kisha në këtë lidhje. Buxhuku, kënaqësi që ju kisha edhe ju. Zonja Zotrinjo, faleminderit për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.